Arrestimet e protestuesve pas incidenteve të regjistruara në protestën e zhvilluar pranë kuvendit vijojnë të prodhojnë reagime në kampin opozitar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilësoi ndalimet si një ndërhyrje të papranueshme ndaj së drejtës për të protestuar, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë personave të arrestuar. Në një bashkëbisedim virtual me qytetarët, Berisha akuzoi policinë e shtetit për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve, duke pretenduar se reagimi i uniformave blu ishte jo proporcional me veprimet e pjesëmarrësve në tubim. Falangat e narkopolicisë u vërsulën me brutalitet dhe tërbim të papërmbajtur, me gaz lotësjelës të skaduar, me sprajz specit përdorur për arrit, me topa ujë, me shqelma në kokë, me gur, me të gjitha mjetët ndaj vajzave dhe djemve për të cilët dhunën më maksimale e patën hedhjen e vezëve dhe të qesëve me miell drejt deputetëve. Unë kërkoj në emër të Partisë Demokratike lirimin e tyre të menjëhershëm. Akuzat për dhunimin e policisë nga qytetarët gjatë protestës i cilësoi si qesharake. Absolutisht që të gjithë policë janë dërguar aty përveç njeri që ka shkue në QSUT për një problem shëndetësor tjetër, jo goditje, që i ka ardhur nga vapa, nuk e di se fa, të tjerë që të gjithë kanë qenë për vetëm për të akuzuar protestuesit se kanë përdorur dhunë me gjëra qesharake krejtësisht të parëndësishme. Aq e vërtet kjo sa që u arrit të kapet dhe dishmitari Rrem, i cili nga shtrati i spitalit u gjet duke shkelmuar protestuesit dhe pasi luajti rolin e të plagosurit. Në të njëjtën kohë ai dërgoi një mesazh të drejtpërdrejtë kryeministrit Edi Rama, duke e paralajmëruar të mos e nënvlerësojë sipas tij forcën e reagimit qytetar. Mesazhi im për Edi Ramën është jep dorëheqjen para orës 7 në mënyrë që Shqipëria dhe shqiptarët të zhvillojnë festën më të bukur për lirinë e tyre dhe 250 vjetorin e pavarësisë të vendit mik, aleatit madh Shteteve të Bashkuara. I jep dorëheqjen, mos prit të të heqin. Berisha u ndal dhe të thirrjet kritike që janë dëgjuar ndaj tij gjatë protestave, duke theksuar se ata nuk do të ndryshojnë qëndrimin e Partisë Demokratike. Të 5 kërkesat e tyre janë absolutisht kërkesa për cilat Partia Demokratike ka vite që i mbron dhe lufton. Prej 4-3 vitesh është dhe kërkesë kryesore e Partisë Demokratike, largimi e Edi Ramës dhe qeveri teknike për zgjedhje të lira të ndershme. Në përfundim, lideri i opozitës kujtoi se Partia Demokratike kishte depozituar në kuvend një kërkesë për mocion me debat lidhur me protestat dhe kërkesat e qytetarëve, por sipas tij, nisma u rrëzua nga shumica parlamentare, duke i mohuar opozitës mundësinë për të diskutuar këtë çështje në seancë plenare.